Kur të goditet centrali bërthamor, punë çështje kohe shumë e shkurtër është dhe rënja e Erdoganit. Kur thua kohë e shkurtër, minuta, orë, ditë, javë? Jo, po flasim për çështje muajsh. Pra, momenti që goditet centrali bërthamor, çështje muajsh që të eliminohet dhe Erdogani, sepse tani ata nuk kanë problem me Turqinë, ata kanë probleme me. Se kjo është hap edhe si temë, si diskutim. Domethënë, pas Iranit flitet që e ka rradhën Turqia. Po. Është e vërtetë kjo? Edhe pash edhe dje biles ishte edhe një listë aty të këtyre diktatorëve të mëdhenj që të kohës tonë atje dhe kishin të gjithë nga një X. Vetëm Erdogani se ka. Ai ishte pa X, edhe ai e ka X-in këtë vit e ka. Këtë vit brenda këtij viti, ëh? Brenda këtij viti do të ketë ata X-in dhe ai. Domethënë të dyja këto shkojnë bashkë. Goditja e centralit bërthamor të Iranit dhe vrasja e Erdoganit. Po. Këto të dyja janë të pandara. Po nga njëjta dorë do të jetë kjo? Po sigurisht. Kishte thënë dikur një grua, i përkiste familjes Rothschild kjo. Edhe kishte thënë një shprehje kështu që mbeti në histori ajo. Nëse djemtë e mi nuk do donin që të ndodhnin luftra nëpër botë, asnjë prej tyre s'do kishte ndodhur. Si edhe herë? Nëse bijtë e mi, do të thënë thoshte kjo për djemtë e vet, që janë bankera, që komandojnë ekonominë. Nëse bijtë e mi nuk do donin të ndodhnin luftra nëpër botë, atëherë s'kishin për të ndodhur. Do të thënë sikur po të thoshte që mbrapa janë ata që duan luftën. Po, është ajo familje sataniste atje që fut durët dhe kthetrat edhe ato thonjtë kështu që i kanë ashtu, që i fusin gjithë tani për të bërë lëmsh botën. Edhe neve ne e paraqesin televizor, shife Izraeli e bëri këtë gjë, i lëshoi raketën, nxori kupolën mbrojtëse. Pse përdorin Izraelin pra, këto djem tek Qim pra, me lidhje me atë me X-in që theti që ka ngel vetëm Erdogani që bën të krahasimet. Po të shohësh plako. Se po flas kështu tani. Të shohësh bota ka ngel peng e ca pleqjve të marrosur, ca pleqjve të smurmur. Disa agjentëve të shkuar salla. Ky ka qenë i KGB-s për shembull. Putini. Por edhe ky Trumpi, i vjetër, ky Khamenei, sa ishte 86 vjeç që vdiq. Erdogani i vjetër, gjithë çanda. Po dinosaur. Ai tjetri Netanyahu për shembull, ai po ta shoh i varet gjithë lëkura kështu po vdes në kom domethënë. Po do ta kanë në kapsën kështu, po. Që qëndroj drejt. Si si bota në gjithë ne domethënë, gjithë bota ne. Ndorën e tyre valla. Po janë të njëjtët kukulla janë që shohim në televizor. Ulla ti me pasi njëri, me pasi komshi ose një edhe tapër, edhe një don të asaj moshe që bën këto lloj lëvizje kështu, thonë ha më s'ja vere u. Se mosha bot vetën kështu. Ndërkohë këto janë krye vendosin për luftra, për raketa, për këta vendosin, Po jo, këta do Po mirë, ky çfarë frikë ka Trumpi më valla? Të dalë edhe si burrë të thotë për shembull. Ç'a të bëj si burrë ai? Të thotë edhe për ç'a u bogë, se tani ato e kërcënuan me diçka. Që nxorrën atë, si po ti lidhësh gjërat, që ne kemi thënë. Po. Ndodhe ajo me Epsteinin. Po. E kërcënuan i dhënë të qisim to, nxorrën se gjona të tjera, hop, e tërhoqën aty, se ky tjetri mori hapin tjetër për luftën që ata kanë thënë. O do bësh luftën ose të qisin të tjetrën. Po. Po çka ka për të humbur ajo? Po atë mosh kush, për këtë po them, se nuk po them se kanë dorë këto, po këto janë në dorën e dikujt tjetër që po përdoren. Po ai humbet gjithçka pastaj apo. Ta humbasim më. Ai do përfundojë ende acak ose mos them që mund të përfundojë me moshë është ai edhe po tani po i dhim se të lëkura. Ka kosto kaq të madhe për një njeri, për individ ose për 4-5 ta koka. Po, dha s'do t'ja di ai. Unë jam vendosur këtu për X arsye. Këta nuk më zhduken. Aja vlen domethënë gjë kjo kosto e madhe në botë. Pra edhe rritjes ekonomike, por edhe atë se çfarë po ndodh në këto vende të tjera. Po mos ishte ai do ishte dikush tjetër apo. Nuk është çështja te personi. Mos ishte Bjondi, do ishte në një me ngjyrë të kuqe, flokësh. Nuk ka rëndësi personi. Por patjetër ato do e bënin, po kështu të rriqet edhe ky, të rriqet edhe të tjerë, të rriqen edhe kushdo që. Sa mirë do ishte të ndodhte ajo, ajo s'ndodhe burr. Se shumica janë nga ata që gjunjëzohen dhe binden. Edhe ai, për shembull, po marrim rastin konkret, ata e shkrin nga momenti që ai do refuzoj këta këtu. Ose do të gjysmë në një burg poshtë tokës atje duke nxjerrën dosjen e Epsteinit. Çfarë do humbi një njeri 80 vjeçëm, 86 vjeçëm, ose të moshave këtyre ku janë to 75 e lartë. S'do edhe 150 vjet. Ndërkohë që këtu po humb gjë bota.
Edhe do thot ai do sakrifikohem për botën, plasim për botën, a jam mirë unë dhe familja ime. Po mirë pra, kjo tregon që edhe këta janë si ata pra. Po normal një lloj. Edhe këto sado që ti thuaj që kanë vesh atë ose përdoren nga ata, këta vetë kanë filluar të marrin kënaqësi pra ato, këta vetë kanë filluar të veprojnë ndoshta në mënyrë më ekselente se sa vetë ata të djazuarit të tjerë. Po një lloj ato farën e tyre zgjedhin që të bëjnë atë për të kaluar planin e tyre burr. Njerëz që janë si surrati i tyre, një lloj. Një brum janë. Tani që për të kaluar Erdoani nuk po i bindet tyre që të jetë njësoj si këta, domethënë që do ta vrasin këta. Po nuk çështje bindje është. Çështje bindje. Po. Nuk po i bindet tyre që të jetë si këta domethënë. Po. Vërtet nuk po i bindet. Edhe kjo është pjesë e vetmja pjesë që më pëlqen tek ai njeri. Që të kisha thënë dikur që ai është çfarë është, po realisht është lider, ai njeri është lider. Ai e do vendin e tij, kujdeset për atë vend, do të arrisë nga ana ekonomike nga të gjitha. Dhe vinë këta të tjerë tani dhe thon prit se shiko se këtu nuk na pëlqen kjo që bën dhe po se ndryshove do të krijojmë problem. Edhe ai thot, doni problem ju, hajde krijojmë, hajde bujrojmë thot ai me gjunë vet aty atje. Edhe domethënë nuk është si ata që i binden si gjithë ato të tjerët. Ky është një nga ata që ka dalë nga vatha atyreve. Edhe prandaj duhet ta heqën, do vendosin një tjetër dhe kanë që tani në plan se kush do jetë. Duhet kreu i ujqërve gri. Të kurtëve? Këto është një grup ekstremist, etnicistash, janë këta, këto janë hardcore kështu. Në Turqi, ë? Po, në Turqi, edhe kreu i këtyreve ujqërve gri, ky është që do bëhet presidenti i Rusisë, i Turqisë mbas Erdoganit. Ky është ai që do i bindet totalisht komplet hebreo-sionizmit amerikan. Do t'i bindet kështu, si asnjëherë. Po. Çfarë do ndodhi pastaj në Turqi? Është tani ky, është në parlament? Është në parlament ky? Po më aty është. Është në parlament. Jarova emrin. Prapë nuk kujtohet, po ha. Po kërkojeni çik aty në Google ujqit gri. Ujqit gri, ai kreu i këtij grupit do jetë ai që do bëhet president. Bet se si ka emrin te ky valla. Është qerosa, ai se puna ime dhej. Kreu i ujqërve gri po ta shtypësh atë do dali ky tipi. Ai do dali që do komandoj Turqinë. Do komandoj Turqinë. Që do ta vendosin për që do i bindet Amerikës pa. Po, pastaj çfarë do ndodhi pastaj? Aty pastaj Amerika do i thot këtit që shko biri i Greqisë. E ai do niset pastaj do shkojë te biri do pushtojnë tre ishuj. Në Greqi. Po. Ne janë thënë dhe biles kush janë ato tre ishujt, po deri aty do e kenë atë ndikimin ata. Tre ishuj do qëndrojnë por i far kohë. Kush do të jetë Kipro? Jo, tre ishuj të Greqisë. Për Kiprën e kanë gati gjysmën e kanë pushtuar për kohë ata. Po. Do të çlirohet një moment Kipro, ja. Do ikin vetë ata. Edhe sepse duan që kush do të jenë të tre ishujt? Që mos ikin shqiptarët pak, mos ikin të verë, mos ikin për pushime. Po është Lesbo, është Mitilini, është edhe Kreta. Tre ishuj pra në Greqi, bëni kujdes, truni veten, mos shkoni këtë verë të tjerë, nuk po Aleksi thotë që mund ndodhi shumë shpejt domethënë. Shumë shpejt ka për ndodhur se po i shohim në skenat, po ti je çik vigjilent, shikoni bën lidhjen, e lexon situatat. Do sulmoj tre ishuj në Greqi, deri tre ishuj, pra nuk do të shkojmë më për te. Po. Çfarë do ndodhi tjetër pastaj? Në të njëjtën kohë, ky kreu i këtyre ujqërve gri do mbylli atë ngushticën e Bosforit. Sepse do i thot Amerika që bllokojë që mos të ketë akses flotat e Rusisë. Kjo gjë do i acarojë shumë Rusin. Se do godasi ekonominë kjo gjë. Edhe nuk të falen ato ku bëhet punë për para. Por kur të mbylli ngushticën e Bosforit, turku, në atë kohë Rusia do jetë në Jeruzalem, do jetë në Izrael. Rusia. Po, duke u përplasur Rusi-Izrael. Për çfarë do jetë Rusia në Izrael? Për çfarë arsye? Po sepse kur të vi deri në atë moment
do ketë nxjerrur kthjetrat kjo Izraeli kundër Rusisë, edhe do e marri personale Rusia pastaj dhe ka për të shkuar në shtëpi për ta zgjidhur problemin. Po çfarë sy do të nxjerrë kthjetrat në lidhje me këtë siç apo ndo sot me Iranin? Po apo pjesërisht, po sepse realisht qëllimi nuk është që ta zgjeson Iranin në burr. Po nëpërmjet kësaj duhet të bjerë Irani një herë, se është si një mur mbrojtës. Do të bjerë Irani një herë, pastaj radhën e ka Kina, pastaj radhën e ka Rusia. Këto dy vendet e din. Izraeli, e din shumë mirë. Bëhet shumë valla, i vën aq. Po kur themi Izrael, duhet menduar shumë gjëra. Ke domethënë Amerikën nga pas, ke Korenë e Jugut, ke vendet europiane që tani bëjnë sikur kur janë neutrale, por kanë mbështetjen fuqishëm. Kupton, domethënë mos ta kufizojmë atë ide që kemi vetëm Izraelin, po ka shumë të ngrohta nga pas. Në ato moment pra Rusia ka për të qenë në Izrael. Edhe aty Rusia ka për të ndaluar fronozimin e Mesias, që ne vedim që është Antikrishti, se duhet ta sillin tani ata. Prandaj po i përshpejtojnë gjërat. Kanë përgatitur unionin që do ta vendosin kreun e gjithë botës. Në ato moment kur do jetë duke ndodhur ky fronozimi, se duhet ndotërojnë tepën e Solomonit ata atje në Izrael, në Palestinë më saktë. Palestinë. Ora se po diskutohet për xhamin në Alaska, do flitet që duan ta sulmojnë, do goditet ajo. Do goditet. Po. Do i bin asaj. Mund ta godasin këto ditë? Se po nuk u godit ajo, nuk mund të ndërtohet tempulli i Solomonit. Tempulli i Solomonit. Aty do të ndërtohet te xhamia Alaska. Po, aty është kjo Alaksa që i prish punë shumë punë kësaj pjesës së ndërtimit. Do e bën të duket si aksident. Si do të duket si? Do krijohet një konflikt në atë zonën atje, edhe do thuhet pastaj sikur aksidentalisht i ram, sepse po to merret që Izraeli i ra direkte. Po postojnë domosdoshmë konfliktin aty, që të duket sikur i ran kështu pastaj. Po, të duket kështu, janë maestro, janë skenarograf të papam. Po për ato që duan ta kuptojnë, e kuptojnë shumë pastër, domosdoshmë si gjë, domosdoshmë që edhe do e bën të duket sikur i ra aksidentalisht, domethënë ajo raketa u nis për tjetër vend, po pa pritur i ra asa xhamis atje. Edhe tani është afër edhe kjo? Po, edhe ajo, po ato shkojnë gjitha bashk, se tani duan ta vendosin edhe ata mesien e tyre ata, Antikrishtin. Po do dështojnë, e kena thënë disa herë, nuk është koha e atij tani. Ky është thjesht një kandidat i mundshëm. Tani se kush është tjetër çështje, pastaj se janë 3-4 persona që mund ashtu. Po pastaj çfarë do ndodhi me Turqinë? Do zbresi pastaj furishëm Rusia që nga Izraeli atje dhe ka për t'i rënë asaj Turqisë. Po pse do i bi nga që bllokohet Bosforin, po, se u shkoputëm është ka për t'i rënë me aq inat të madh, sa që ku dëgjon valla, nuk se do duket si vend aleate, si vend kështu miqësi Putin me Erdoganin. Po, janë shumë. Hajnë drejt për ditë bashk. Në atë moment kur do zbresi Rusia vrutshëm nga Izraeli, atëherë ka për të mbledhur fuqia e NATO-s, jo e gjitha, po 18 shtetet e NATO-s, ka për të mbledhur në portin e Vlorës.